Si qëndron e vërteta e letrës që Ahmet Zogu i dërgoi Mussolinit. Marrëdhëniet e Ahmet Zogut me Italinë ishin shpesh të tensionuara. Alexandre Lesona, një politikan italian, shkroi në kujtimet e tij për një takim në gusht të vitit 1924 me Benito Mussolinin. Rrëfimi i Lesonas zbulon se Ahmet Zogu, atëherë një princ shqiptar në mërgim, kërkoi ndihmën e Mussolinit dhe një subvencion prej 2 milion dukatësh për të financuar një lëvizje të armatosur të planifikuar për të rimarrë kontrollin e Shqipërisë. Pavarësisht qëndrimit të mëparshëm anti-italian të Zogut, Mussolinit ju kërkua të ndihmonte. Në vitin 1924 Ahmet Zogu kërkoi 2 milion lira dhe ndihmë ushtarake nga Italia për të rimarrë kontrollin e Shqipërisë. Në këmbim ai premtoi të përafronte politikën e jashtme të Shqipërisë me atë të Italisë, duke ndihmuar në sigurimin e dominimit të Italisë në detin Adriatik. Ndërsa Jugosllavia dhe Anglia e gjithashtu treguan interes, Zogu preferoi mbështetjen e Italisë duke mos u besuar të tjerëve dhe duke u zotuar ta mbante gjallë çështjen e Kosovës kundër Jugosllavisë. Pasi dëgjoi propozimin për ndihmën italiane për Ahmet Zogun, Benito Mussolini fillimisht u habit dhe hezitoi. Edhe pse nuk kishte dëgjuar kurrë për Zogun, Mussolini përfundimisht pranoi ta shqyrtonte kërkesën. Megjithatë, ai specifikoi që Zogu duhet ta paraqiste propozimin e tij në një letër rreptësisht personale dhe konfidenciale. Zyrtari italian që diskutonte çështjen vuri në dukje rrezikun e një dokumenti kaq shpërthyes dhe e përshkroi Zogun si të pamatur për marrjen e një rreziku të tillë me jetën e tij. Pas diskutimeve të tij me Mussolinin, zyrtari italian urdhëtoi për në Shqipëri në mesin e shkurtit. Ai e përshkroi përshtypjen e tij për vendin si të mjerueshme dhe primitive. Ai ishte veçanërisht kritik ndaj infrastrukturës, duke vënë në dukje mungesën e lehtësive themelore si ndriçimi publik, energjia elektrike dhe madje edhe rrugët e përdorshme. Rrugët ishin të mbushura me gropa dhe lumenj duhet të kaloheshin pa ura. Ai gjithashtu vërejti se uji i pishëm shitej nga shitësit dhe se